Banorja e Big Brother VIP Kosova, Eliona, po përgatitet të festojë një moment të veçantë brenda shtëpisë më të famshme të reality show-t, ditëlindjen e saj. Për Elionën, kjo është hera e parë që e kalon këtë ditë të rëndësishme larg familjes dhe miqve të saj të ngushtë. Por ajo ka vendosur që kjo të mos pengojë gëzimin dhe të krijojë një festë të paharrueshme brenda shtëpisë. Ajo ka ftuar të gjithë banorët që të jenë pjesë e kësaj dite të veçantë, duke u siguruar që atmosfera të jetë e mbushur me buzëqeshje, surpriza dhe momente të këndshme. Pas orës 00:00 do të festojmë, ka thënë ajo me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa shikimi i saj tregon një përzierje emocionuese mes pritshmërisë, gëzimit dhe ndonjë trishtimi të vogël për mungesën e të afërmve jashtë. Banorët e tjerë duket se janë të entuziazmuar për këtë festë dhe po përgatisin surpriza të ndryshme. Disa prej tyre kanë nisur të diskutojnë për dekorimin e dhomës dhe përgatitjen e tortës, ndërsa të tjerët po përpiqen të gjejnë mënyra për ta bërë ditëlindjen e Elionës sa më të veçantë. Atmosfera brenda shtëpisë ka filluar të ndryshojë. Bisedat, të qeshura dhe planet për festë mbushin çdo cep të hapësirës, duke krijuar një emocion të përbashkët që prek të gjithë banorët. Ndërkohë, kamerat e Big Brother kapin çdo moment, nga përgatitjet për tortën dhe dekorimet, te diskutimet e banorëve për dhuratat që do t'i bëjnë Elionës. Duket se secili ka menduar diçka të vogël, por të veçantë që do të bëjë që kjo ditë të mbahet mend gjatë. Edhe ata që zakonisht janë më të rezervuar po tregohen aktiv dhe po marrin pjesë me entuziazëm, duke dëshmuar se dita e ditëlindjes ka një fuqi të veçantë për të bashkuar njerëzit. Eliona nga ana e saj duket e lumtur dhe emocionuar. Ajo ka shpërndar disa momente me banorët e tjerë, duke folur për kujtimet e saj më të bukura dhe për planet që ka pasur në këtë ditë të veçantë. Edhe pse nuk jam me familjen time, ndihem e lumtur që mund ta ndaj këtë ditë me ju, ka thënë ajo, duke treguar se rëndësia e bashkëtesës dhe mbështetjes së ndërsjellë brenda shtëpisë ka një vlerë të madhe për të. Ndërsa ora afrohet 00:00, pritet që festa të nisë me këngë, valle dhe shumë të qeshura. Banorët janë të përgatitur të krijojnë një moment të paharrueshëm, me dhurata të vogla, mesazhe të ngrohta dhe urime nga zemra për Elionën. Çdo detaj është menduar me kujdes. Nga dekorimet e dhomës, te tavolina me ëmbëlsira, te atmosfera festive që do të mbizotërojë gjatë gjithë natës. Ditëlindja e Elionës brenda Big Brother VIP Kosova nuk është thjesht një moment për të festuar një vit më shumë në jetë, por edhe një mundësi për të forcuar marrëdhëniet me banorët e tjerë dhe për të krijuar kujtime që do të mbahen mend gjatë nga të gjithë pjesëmarrësit dhe ndjekësit e spektaklit. Në këtë atmosferë, emocionet, surprizat dhe ngjarjet e papritura janë të garantuara, duke bërë që dita e ditëlindjes së Elionës të shndërrohet në një episod të veçantë brenda shtëpisë më të famshme të Kosovës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.